Ministria e Bujqësisë ka nxjerrë urdhrin që heq të gjitha masat e vendosura për shkak të murtajës tek ruminantët e vegjël, duke rikthyer normalitetin në lëvizjen e kafshëve në qarkun e Shkodrës. Nga kjo enjte lejohet transporti dhe qarkullimi i bagtive nga ferma në tregje, nga ferma në fermë, si dhe drejt kullotave. Masave tepër të shtrënguese që u morën kur është shfaq që smundja e murtajës së vegjël, dje doli urdhri i ministrit që çliron të gjitha masat e marra, të gjitha vendimet e marra deri në këtë periudhë. Kemi parasysh me këtë urdhër bëhet fjalë për lejimin e lëvizjes së kafshëve nga ferma në tregje, kryesisht për cilin kanë kërkesa madhe fermerëve, nga ferma në fermë, nga ferma në kullot. Pra nuk ka më kufizim të lëvizjes së kafshëve që nga ky moment në vazhdim. Natyrisht tregu është i hapur, aty është shërbimi veterinar, por problemi është që fermerët duhet bashkëpunojnë me veterinarët e shtetit që punojnë për njësitë vendore, që kafshët të jenë të pajisur me matrikullin dhe me certifikatën e lëvizjes. Lëvizja është e lirë, tashmë fermerët mund të operojnë në treg pa kurfar kufizimit. Autoritetet veterinare theksojnë se bashkëpunimi i fermerëve me veterinerët e njësive vendore mbetet thelbësor veçanërisht për procesin e matrikullimit të kafshëve, i cili është i detyrueshëm për monitorimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Natyrisht, në praktikën veterinare, zakonisht këto masat e karantinimit janë më të pakta në kohë, gjatë që do të thotë kryesisht karantinimi mbyllet mas 3 javë ose 4 javë nga momenti i shfaqjes rastit fundit, por në rastin e PPR-s, duke pas parasysh që është një sëmundje shumë dëmtuese për bakterinë e imta, dhe për shkak të faktit që masa e kufizimit të lëvizjeve ishte masa kryesore që realisht e pengoi përhapjen e sëmundjes, ju dini që qarku i Shkodrës vetëm me 3 vata përfundoi. Dhe gjitha këto masa shtrënguese bën të mundur që sëmundja të mos përhapet. Me zgjatjen e kohë kishte të bëjë pikërisht me faktin që të krijoheshin garanci më tepër dhe aktualisht sot nuk kemi asnjë rast të dyshuar dhe asnjë rast të konfirmuar pozitiv me PPR që nga data 28 qershor. Janë eliminuar rreth 700 krerë të imta në 3 fermat që u diagnostikuan me sëmundjen e murtajës së vegjël. Në total, rreth 700 krerë janë asgjësuar si pasojë e murtajës, një sëmundje me ndikim të madh ekonomik dhe biologjik tek blegtorët.